Mirëmbrëma gjithëve. 3 vite më parë, midis shumë alternativash, zgjodha të vazhdoja studimet e mia për inxhinieri biomjekësore Western Balkans. Aso kohë nuk e dija nëse po merrja vendimin e duhur apo ç'më priste. Por sot kuptoj se ishte lëvizja më strategjike për të nisur rrugtimin tim akademik nga një universitet në Shqipëri. Kurrikula bashkëkohore dhe mësimdhënia në anglisht kanë qenë një ndihmë e madhe ndër disavantazhet e shumta që ne, si një vend i tretë, kemi në përbot. Gjatë këtyre 3 viteve, kam kuptuar se sa të parëndësishme janë ato informacionet e shumta, shumica e cilave, pas provimit, fshihen në mënyrë automatike. Por gjithashtu, kam kuptuar se sa vlen mënyrat menduarit, të vepruarit, dhe logjika që ne zhvillojmë gjatë kësaj periudhe. Jetojmë në një kohë ku informacioni është lehtësisht i aksesueshëm. Por ajo që ka mbart pesh është si ti e përpunon, përdor. Pra ajo që ka zgjedh të bësh me të. Të gjitha këto ndikojnë në formësimin e individit plotësuar që del nga bankat e universitetit. Dua të nis duke falenderuar fillimisht Zotin, fal cilit jam gjithmonë pikërisht aty ku duhet të jem. Pas ti vjen familja ime, e cila qëndron gjithmonë krah meje. Një falënderim te i mase i veçantë shkon për shoqen time të mrekullueshme, që me plot gojë mund të them se solli një revolucion në jetën time, Klea Sinjari. Hyri në jetën time në një moment kyç të saj dhe më mësoi, siç e thotë ajo vetë, t'i jap drejtim asaj. Fal suportit saj, u përzgjodha ndër shumë studentë huaj, të isha pjesë e një programi prestigjos kërkimi shkencor në Zvicër. 3 muaj të vyer që më ekspozuan ndaj një researchi të nivelit lartë, më dhuruan një perspektivë të re dhe sot më kanë hapur pafund dyer. Një tjetër falënderim i veçantë shkon për tërë pedagogët e shumtë që kanë ndarë me mua përvojën dhe ekspertizën e tyre të çmuar. Një mirënjohje e thellë shkon për lektoren, këshilltaren dhe mbështetësen time më të madhe, Juela Merën, e cila më ka ndihmuar pafund në çdo hap, aspekt dhe kohë të jetës time. Pra fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur se sa mirënjohëse jam. Së fundmi, një falënderim tepër i veçantë shkon për pedagogen dhe njëkohësisht supervizoren time në temën e diplomës, doktoresh Ida Kokalarin. Ndihem tepër me fat dhe e nderuar që munda të punoj dhe të përfitoj nga ekspertiza jashtëmase e gjerë saj, të cilën unë preferoj ta quaj një aset i çmuar, jo vetëm i institucionit tonë, por i mbar kombit shqiptar. Theksoj se të dyja besuan te unë në një periudhë që as unë vetë nuk besoja në veten time. Pra dua ta mbyll shkurtimisht tani me një reflektim të zbuluar gjatë këtyre 3 viteve. Nëse dëshiron vërtet kapësh majat, atëherë duhet synosh më lart se aq, në mënyrë që edhe të papriturat e jetës të mos shërbejnë si një justifikim për të mos qenë mjaftueshëm lart. Faleminderit.